Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahu të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe na udhëzoi në këtë fe të pastër të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Zotënis ton Rasulullahu alayhi salatu wassalam, i dërgojmë salavatet e selamet të madhe për zemërta. Sot në këtë ditë të madhe bajrami për të gjithë ne, e në çdo moment të jetës sonë, si për të majtur të lidhur dashnin e zemrës në mes nesh dhe pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, sa të jemi në këtë jetë, e me elan atë amanet e trashëgimit tek ata që vijnë më pas. Pastaj me mbarsinë Allahut azza wa jall ju drejtohem motra dhe vëllezër me këtë mesazh që në vërtet mund të jetë ma i veçanti i jetës sime. Subhanallahu, të gjithë ne e kemi prit prej kohësh këtë ditë, e ndoshta shumë kush prej nesh mund të mos e kishte menduar fare se do të ishte një ditë si kjo, kur ne ta shihnim bashkarisht xhamin e Plumit në këtë madhështi, që në fakt është madhështia e zanafillës së saj. Por para se të mbërrim tek zanafilla e xhamisë së Plumit, më lejoni që të tërheq vëmendjen drejt një ajeti kuranor të cilin e lexojmë çdo javë, si një porosi e shenjtë e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, e që në fakt është një mësim shumë i rëndësishëm për të gjithë ne, për baballarët, për djemtëri, për çdo individ musliman. Allahu azza wa jall përjetson në Kur'anin famëlar një ngjarje të çuditshme. Një pejgamber i madh prej më të mëdhejve të historisë së njerëzimit, Hazreti Musa alayhi salam, që bëhet nxanës i një personazhi të cilin Allah subhanahu wa taala e cilëson si një rob prej robëve tanë, e që ne e njohim si Hizri alayhi salam, e që gjatë rrugëtimit të tyre ndalen tek muri i dy jetimëve. Muri i dy jetimëve, që në vetvete është krahasimi ma i bukur për realitetet tona, dhe është krahasimi ma i bukur për xhamin e Plumit. Allahu azza wa jall urdhon në Kur'anin famëlar: "Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-Madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha." Allahu akbar. Kret historia e jonë dhe historia e kësaj xhamie dhe simbolikës së saj mbajnë frymën përpara këtij ajeti të mëndshëm, të cilin mëftiu jon i madh Sali Efendi Ferhati e përkthen në këtë mënyrë: sa për murin që pron e dy djemve jetim në qytet, babai i të cilëve ishte njeri i drejtë, njeri i mirë, njeri rregullator. Dhe hajde të kthehemi pas në kohë, në vitin 1775, kur ndrojet themeluesi i Pashalleku të Shkodrës, Mehmet Pash Plaku, personi të cilit i atribuohet xhamia e Plumbit, e për të cilin mësojmë nga krye mëftiu i fundit i Shqipërisë, hoxha e jon Hafiz Esat Mëftiu, i cili thotë se varri i Pashait të madh ndodhi në khanin jugperëndimor lidhur me xhamin. E një gjurmë e vjetër dhe një gjurmë madhështore, dhe shekuj e shekuj që nuk e prishin dot këtë gjurmë. Sa e sa xhami janë prishur dhe shkatëruar në vendin tonë gjatë tyne 3 shekujve. Sa e sa objekte madhështore, njeni ma i bukur se tjetri, janë prish dhe janë shkatëruar në këtë tokë gjatë tyne shekujve. E çuditërisht, kjo xhami i ka përballu të gjitha fortunat. A nuk e keni pyet veten tuaj dhe a nuk e pyesni veten tuaj se çfarë sirri ka kjo xhami? Dhe çfarë sirri ka në emrin e Mehmet Pash Plakut? Dhe çfarë sirri ka në duart atyre besimtarëve të panumërt
që i transportojnë gurët për ndërtimin e kësaj xhamie me kilometra e kilometra, të gjithë në varg, për të ndërtuar një shtëpi si të ishin bitë e Hazreti Ibrahimit a.s. i cili përpiqej me të birin Ismailin a.s. për të ndërtuar Ka'ben e mallnueshme. Ndoshta se Allah subhanahu wa taala e bani këtë tokë dhe këtë vend dhe e bani këtë xhami të shtrenjtë për të gjithë ne, një Ka'be të vogël për të gjithë shqiptarët, një pikë referimi dhe një cak të rimkamjes shpirtënore dhe rimkamjes së vërtetë të muslimanëve të kësaj toke deri në ditën e fundit. Shpesh e kam pyet veten se çfarë është ky sirr i madh i kësaj xhamie dhe i këtij emri të nderuar. Xhamia mretnesh mi të gjitha si motrat e veta, siç shkruan zotni Letshllaku në një prej veprave të tij. Por kthehemi tek ajeti kuranor. Wa kana abuhuma saliha. Baba i tyne ishte njëri i drejtë, ishte njëri i mirë. Ibn Abbas i thot se Allahu e ruajti pasuninë e tyre për hatrin e atij prindit të mirë, e për të cilin thuhet se distanca ndërmjet tij dhe dy jetimëve ishte 7 brezni. Allahu Ekber. A nuk është një nxitje nga Kurani famëlar që gjithë secili prej nesh me e marr veten e tij në konsiderat dhe me e ditë fare mirë se ajo çfarë punojmë sot dhe ajo çfarë i drejtohemi me përkushtimin e zemrës Allahut Azza wa Jall, do ta ketë rrezatimin e mirë edhe 7 brezni më pas. E do të bëhet gjithë secili prej nesh jo vetëm ndërtimtar dhe paqtues e i drejtë e ndërtues në tokën dhe kohën dhe realitetin e tij, por e mira e tij përhapet si një dallg e butë dhe bekuese edhe për ata që vinë, të dashtun dhe të shtrenjtë. Para 2 ditësh dëgjova një fjalim madhështor të presidentit turk, shkelqësisë së tij Erdogan, që tregoi për një episod nga jeta e Sultan Yavuz Selim Hanit. Ai sundoi 8 vite, por në harkun e këtyre 8 viteve e zgjanoi hapësinën e madhe të khilafetit ton të lavdishëm Osman, ma shumë se 2 fishe më tepër se para ardhësit e tij. Gjatë një ekspedite për shirimin e Misirit, kaluan pranë një zone të madhe me kopshte dhe vneshta. Sultani mendoi, po sikur ushtarët e mi të kenë marrë ca fruta pa lejen e të zotëve të këtyre kopshteve. E ndaloi ushtrinë dhe thiri agajin e njeniqerëve dhe nxorri një ferman ku kërkonte që të kontrolloheshin çantat e të gjithë ushtarëve, se mos kishte ndonjë frut të marrur pa leje. Dhe erdhi agaj i madh dhe i tha, çantat e tyre janë të pastra. Asnjë ushtar nuk kishte prekur qoftë edhe një mollë të vogël. Çfarë tha sultani i madh? Ju drejtua Allahut Azza wa Jall me një lutje në të cilën me zemrën e tij ju drejtua duke i thënë, Zoti im, unë të falenderoj shumë që ma bane këtë mirësi të kem një ushtri me njerëz që nuk e han haramin. E pastaj ju drejtua agaj të njeniqerëve duke i thënë, sikur ushtarët e mi të kishin marrë qoftë edhe një mollë të vetme, do ta kisha kthy pas këtë ekspedit, sepse ushtria që ha haramin nuk mund të ketë sukses në shirimin e tokave. Edhe po ndalem tek fjala e presidentit të cilit i jemi mirënjohës deri në ditën e fundit. Dhe po ndalem tek fjala e këtij burri të madh, të cilin e shoh pjesë të kësaj historie që e përmend Kurani famëlart, si një Hizr alayhis salam, që vjen me urdhën e Allahut Azza wa Jall për të ruajtur një amanet të madh të shekujve e mirësisë së baballarëve tanë, për të shpëtuar ca jetim, të ngelun, të vetmum e të veçuar nga bota tjetër islame. Po ndalem tek fjala e tij edhe po kthehem tek gjithë secili për ju duke e pa veten time në pasqyrë. Ajo ushtri, ushtarët e secilës han haram, nuk e meritojnë shërimin, nuk e meritojnë mbarsinë, nuk e meritojnë suksesin. Dhe kjo është thirrje për të gjithë ne. Është thirrje për qeverinë tonë, është thirrje për klasën tonë politike, është thirrje për myftilerët, është thirrje për krejt njerëzit
kini frikë Allahun Azza wa Jell, sepse harami e shkatron bekimin dhe marrësinë e Allahut në jetë. Kini frikë Zotin, sepse një gjë e cila ndërtohet e përzier me haram nuk mund të ketë sukses dhe mbarësi. Dhe argumenti më i madh dhe më i mirë është kjo xhami dhe ky vend i shenjtë i Zotit në tokë. E ka ruajtur Allahu Azza wa Jell për sinqeritetin dhe halallin e paraarzëve tanë. Dhe çon Zoti i gjithësisë një burr të madh, një burr më të madh në historisë së kësaj kohe, për të kontribuar dhe qeveria e tij, subhanallahu, për ta rimbkam këtë vend. A nuk ju duket paksa mistike? A nuk ju duket gati e çuditshme dhe e habitshme? La ilaha illallah. Sepse Allahu subhanahu wa taala e ruan të mirën dhe e ruan halallin dhe të pastërtin, e ruan me duart e atyre që punojnë dhe veprojnë me halallin dhe i frigohen Allahut Azza wa Jell dhe përhapin të mirën duke u mbështet tek historia e tyne, tek tabani i tyne, tek baballarët e tyne. Dhe kjo është thirrja më e mirë për gjithë secilin prej nesh. Mos me hek dorë nga tabani i on të dashur dhe të shtrenjtë. Mos me i prej në bezë baballarët tanë. Mos me e shit fen tonë dhe thirrjen tonë, namusin tonë, qytetarin tonë, vllaznin tonë, harmonin tonë, halallin tonë, për disa thirrje të reja bashkëkohore të cilat janë të përzier jo me haram, po me haram e pafund. Dhe këtë e dëshmojmë dhe e shohim çdo ditë. E gjithë historia e kësaj xhamie të mallnueshme dhe e këtij shpirti të pastër transparent që përhapet ndërshekuj në këtë tokë dhe në këtë vend, përkufizohet me fjalën e madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, drejtu Hazreti Ebu Bekrit në shpellën e vogël ku fshiheshin nga mushrikët idhujtarë që i ndiqnin për t'i vrarë, për t'u marrë jetën. La tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u dëshpëro se Allahu është me ne. Allahu është me ne. Po ne a jemi me Allahun? Allahu është me ne. Allah Azza wa Jall është me robin e tij. Mirë, po robi i tij ku është? Dhe ejani ta përfundojmë hutbën e kësaj xumaje me thesarin e dy jetimëve. Çfarë ndodhi në atë thesar? Në atë thesar kishte një pasuni shumë të madhe, e cila na përket edhe të gjithëve ne. Dhe është një pasuni që duhet me e marë sot me vete dhe me u largu me të drejtë shtëpive tona. Në tefsirin e Imam Bagawiut, ai zotni teksa flet për thesarin e fshehur, na sjell fjalën e tërgjumanit të Kur'anit Hazreti Abdullah ibn Abbasit, i cili thotë se ai thesar i fshehur ishte një pllak e madhe prej floriri, një pllak ari, në të cilën shkruhej: e çuditshme me atë njeri që e di mirë se do të vdes dhe gëzohet në këtë botë. E çuditshme me atë njeri që e di shumë mirë se do të jap llogari para durve të Allahut se si hutohet në këtë botë. E çuditshme me atë njeri që e di më së miri se rreziku i tij është garantuar tek Allahu Azza wa Jall se si rropatet pas tij në këtë botë. E çuditshme me atë njeri që e beson kaderin se si lodhet në këtë botë. E çuditshme me atë njeri që e di më së miri se kjo botë do të shuhet një ditë, se si qetësohet dhe rahatohet në të. Dhe në fund, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dhe nga ana tjetër e asaj pllake të madhe të florit shkruhej: ana Allah, un jam Allahu, la ilaha illa ana wahdi, nuk ka zot tjetër përveç meje, un jam i vetëm, la sharika li, nuk kam shok. Atë që ne e themi çdo ditë, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, një zot i vetëm i kësaj gjithësie, që është i pashoq, që gjithçka është rob i tij, dhe të gjithë ne jemi nevojtar për mallnin e tij. Shkruan: e kam krijuar të mirën dhe të keqen, i lumi ai që e kam krijuar për të mirën dhe e kam shpërndar atë para durve të tij. Dhe i miri ai që e kam krijuar për të keqen dhe e kam shpërndar atë para durve të tij. Përfundon fjala e Hazreti Abdullah ibn Abbasit e me të edhe hutbja e kësaj xumaje. I lutem Allahut Azza wa Jall me na bë prej atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Dhe i lutem Allahut Azza wa Jall që të jetë kjo ditë një ditë dëshmie.
jo thjesht një cak i një xhumaje të shumë pritur, se sa një moment në cilin ne reflektojmë për të kthy nga Zoti i jon, për të kap pas dritës së fesë së tij të mandueshme islame, për të mos lanë pas krave dhe pas durve historinë tonë, tabanin tonë, personazhet tonë të lavdishëm, të cilët ishin burra të mirë, e burra të drejtë, e ndoshta për sirret e lutjes së tyne ne jemi këtu ku jemi. E ndoshta për sirret e përkushtimit të tyne Allahu Azza wa Jall na ka dhënë këtë mbarësi, të cilën ne e shijojmë dhe i lutemi Atij Azza wa Jall me na bë për atyre që e ruajnë nimetin e Allahut dhe e trashëgojnë tek ata që vijnë për të ruajtur e mira dhe drita e kësaj thirrje të begat islame, brez mas brezit në këtë tokë dhe në këtë vend, dhe për të trashëguar kjo harmoni dhe kjo vllazni dhe kjo frymë besimit në mesin e shqiptarëve, sa të jetë jeta. Allahu ju dashur dhe begatov. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi tasliman kathira. Ya Rabb, ne të falenderojmë që na bani prej muslimanëve, e na bani prej atyre që të drejtohen çdo ditë me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma, ne të falenderojmë që na bani dëshmitar të triumfit të besimit, e na bani dëshmitar të rimkamjes së kësaj fe të mëndueshme islame në tokën tonë, në vendin tonë. Allahumma, na bani prej atyre që ke vendosur të mirën në durrët e tyre dhe prej kësaj përfiton gjithësia, ja akramel akramin. Allahumma, ne të lutemi ty, na ban qelsa të së mirës, na ban dryjtë të së keqes, na ban prej atyre që punojnë ditë natë për lartësimin e vlerave të këtij islami në mesin e njerëzve. Na ban garanci dhe siguri për çdo që jeton dhe punon dhe është në mesin tonë, për të përhap e mira e këtij islami në mesin e njerëzve, për të përhap hallalin në këtë shoqëni, për të ruajtur kjo shoqëni dhe njerëzit e saj nga devijimi dhe çturja. Ja Rabbi, ne të lutemi ty për hatrin e atyre që nuk janë masot në mesin tonë, e që kishin një sirr të madh me dashnin tane, që kishin një sirr të madh me mallnin tane. Ja Rabbi, ruaje këtë rini nga devijimi dhe çturja dhe udhëzoje drejt dritës tane, drejt dashnisë tane, drejt udhëzimit nga që është ma e mira për këtë botë, ma e mira për këtë jetë, ma e mira për të ardhmen. Allahumma, ne të lutemi ty që mëshira e jote të përfshijë në këto momente të gjitha ata burra të mirë e nana shamibardha, të cilat ndërshekuj na mëkuan me këtë besim të pastër islam. Allahu mëshiroje robin tanë të mirë, Mehmet Pashplakun, e mëshiroje robin tanë të mirë, Hafiz Esat Muftin, e mëshiroje robin tanë të mirë, Hafiz Sabri Koçin, e mëshiroje të gjithë ata burra e djemë të ri, e nana e vajza të reja që përgjatë shekush tu përkushtuan me thirrjen e tauhidit, duke e ruajtur torçën e udhëzimit në zemrën e tyre dhe duke e dëshmuar me njëri tjetrin derisa mbritëm dhe erdhëm në këtë ditë. Allahumme, përhapë dritën e kësaj dite, e mirësinë e kësaj dite, sa të jetë jeta, që të trashëgohet e mira në mesin tonë, e të përhapet drita udhëzimit tanë në mesin tonë, e drejtohemi nga dashnia e jote, ja Arhamur Rahimin. Allahumme, pranoje këtë xhuma dhe shpërblej të gjithë ata që kanë kontribuar për të pasur ne këtë bajram të madh. Shpërblej të gjithë ata të cilët kanë dhënë qoftë edhe 1 cent nga posunia e tyne, nga toka e tyne, nga djersa e tyne, nga mundi i tyne, për të gëzuar ne të gjithë së bashku këtë mirësi të madhe dhe këtë bajram zemrash. Allahume, ruaje Shkodrën dhe Shqipnin, ruaje Shkodrën dhe Shqipnin, njerëzit e tyne nga çdo e keqe dhe ligësi, dhe bekoje tokën tonë dhe njerëzit e saj, sa të jetë jeta, ja Arhamur Rahimin, që të jetojmë në harmoni, e të shijojmë mirësitë tuaja ditë pas dite, e moment pas momenti, si bekim që nuk ndërpritet, e si thirrje për qëndru në besën tane, e në besën e pejgamberit tanë alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, walhamdulillahi rabbil alamin.